Mirë se erdhët Gafor në Letra të Rrëfejnë, jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur Gafor, Gafor, shikoni që kam bërë 9 letra këtu dhe i kam ndarë në dashuri, punë, dashuri e partneritet, punë, para, stabilitet, dhe kjo poshtë do jetë sa do arri apo rezultati i të dyjave bashk. Kam këtu të parë, në rreshtin e parë që tregon për Gaforin që jep shumë fare. Kujdeset, ushqen, mban, investon, por ka këtu një fillim të ri, që mund të jetë një dashuri e re, apo në dashurinë, apo në partneritetin ekzistues, një gjë që duhet të bëhet e re. Tani, një fillim i ri që kërkon pjekuri dhe jo sakrificë pafund, që është nga ana juaj. Praktikisht do të thotë, ke nevojë për siguri emocionale, Gafor. Do familiaritet, jo lojra, dëshiron diçka që zgjat. Nëse pala tjetër nuk e merr seriozisht këtë, e di çfarë duhet bërë. Dashuria për Gaforin funksionon vetëm kur ka stabilitet dhe përgjegjësi. Unë thash që ka këtu një të re, që mund të jetë një dashuri e re, absolutisht të gjithë duam diçka që funksionon. Dhe derisa të arrijmë aty nuk duhet të ndalemi. Nëse është dhe ka, ta them, solidaritet, kuptueshmëri nga pala tjetër, absolutisht që mund të vazhdohet aty ku keni ngelur që të jenë dy palët të japin. Nëse shikon që nuk i merr gjërat seriozisht partneri, këtu duhet, e dini vetë çfarë duhet bërë. Nuk ja vlen diku të rish ku nuk vlerësohesh, të rini ku nuk vlerësoheni të dashur Gafor. Rreshti i dytë është punë dhe para, stabilitet dhe kështu me radhë. Ka qenë shumë e rëndë kjo periudhë për disa, sidomos nga Gaforët, ngarkesësh, gënjim ose ndjesi, sikur jeni lënë vetëm dhe s'keni përkrahje. Keni kaluar stres, mund të jetë, ke mbajtur më shumë se sa të takon, apo më shumë se që mund të përballosh. Dhe kjo është një fazë që po mbyllet përfundimisht. Ndihma vjen përmes bashkëpunimit, pra gjithmonë, gjithkund, në çdo gjë, si në dashuri, si në punë, duhet të bashkë funksionojmë. Të kemi marrëdhënie ku marrim dhe japim. Pra, mos u mendo, dhe ndihma do vi pas përmes një bashkëpunimi. Mos u mundo të bësh gjithçka vetëm, është e padrejtë, karshi vetes së juaj dhe do jetë më e suksesshme kur ka një bashkëpunim. Në punë dhe para, partneritetit i duhet apo një ndryshim dhe një ndryshim i duhur që të ndryshon gjithë këtë situatë. Do thotë kërkohet që dhe ju të kërkoni ndihmë, të pranoni ndihmën që ju jepet, që të mos ndiheni të lënë anash dhe merrni përsipër shumë gjëra. Absolutisht, situata tregon që kjo fazë vërtet po mbyllet përfundimisht dhe partneriteti i duhur me njerëz të duhur do të ndryshojë të gjithë situatën. Do ta kuptoni në momentin kur zgjasni dorën dikujt apo e kërkoni ndihmën nga dikush. Apo afroheni drejt asaj që dëshironi, por rezultati që të dyjave këtu je pasigurt dhe goxha me frikë, më del këtu nga zhgënjimet që keni patur, ke dyshime, ankth, edhe ndonjëherë mendon goxha skenaret negative, ndoshta të ka kapluar paksa më shumë negativiteti siç duhet, je duke lodhur veten me mendime, po friksohesh nga humbja, që mund të jetë kjo, apo po dyshon në veten tënde.
duhet të flasësh qartë me veten, mos i ushqe frikrat, sa më shumë që mendojmë në atë anë, frikra, negativitete, ato ushqehen dhe rriten, bën më të mëdha dhe këtu stagnojmë, të dashur gafor. Por po afrohet ajo që dëshiron kur ndalon së sabotuar i veten me mendime të errëta. Pra, si që thash, mos e ushqeni të keqen. Si mesazh final, në dashuri mos jep më shumë se merr, dhe kjo është ligj, duhet jetë për të gjithë. Në punë mos mbaj gjithçka vetëm. Në jetë frika nuk është intuit, por lodhje dhe në fund zhgënjim. Të dashur gafor, pra keni kujdes sa më larg mendimeve të këqija, negative, të errëta, quani si të doni, nga që do na bëj vërtet të stagnojmë këtë drejtim që keni marrë dhe ca ndryshime që duhet bërë për të parafruar aty ku dëshironi. Në fakt, kur flasë e shikoj sa pak duhet bërë për të arritur aty ku dëshironi. Forca dhe kurajo, gafor.